55 vjeçari ka dhënë fund jetës në mënyrë tragjike në Shkodër. Policia ka nisur hetimet për rastin në fjalë, ndërsa viktima mësohet se në orët e para të mëngjesit ka qelluar veten me armën e gjaut tip çifte që e mbante në banesë. Ende nuk dihen shkaqet e kësaj ngjarje të rëndë, ndërsa në pyetje po merren familjarët e viktimës. Ndërkohë në 24 orët e fundit, oficerët e policisë gjyqësore arrestuan një 21 vjeçar me inicialet AK banues në Shkodër, pasi ky i fundit ka dhunuar dhe kundërshtuar punojësit e policisë së rendit publik për shkak të detyrës. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve ndaluan një 23 vjeçar banues në Shirok, pasi dyshohet se ka vjedhur motorin e një varke peshkimi në pronësitë një 23 vjeçari me inicialet SB, i cili ka qenë i shpallur në kërkim për veprën penale largimit burgosurit nga vendi i qëndrimit, pasi ky i fundit ka thyer masën e sigurisë arrestit në shtëpi. Ndërkohë janë referuar materialet dhe ka nisur procedimi në gjendje të lirë për disa shtetas, një 66 vjeçar banues në fshatin Rrens, si dhe për 2 shtetas banues në Paqram dhe Kosmaq, pasi nga kontrollet e shërbimeve të OSHS janë konstatuar lidhjet paligjshme të energjisë në banesat e tyre. Ndërkohë specialistët e qarkullimit rrugor proceduan një 41 vjeçar pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë në orët e para të mëngjesit të së njëjtës në aksin rrugor që lidh Koplikun me Shkodrën, shtetasi me inicialet MF duke drejtuar automjetin dyshohet se ka humbur kontrollin dhe përpasoj ka përplasur biçikletën e drejtuar nga një 69 vjeçar me inicialet AH. Përpasoj ky shtetas është dëmtuar dhe dërguar në spitalin e Shkodrës ku ndodhet në kujdesin e mjekëve, ndërsa grupi hetimor po punon për zbarjen e rrethanave të aksidentit. Materialet për këtë rast i kanë kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme.